Për herë të parë, Taulant Balla i Partisë Socialiste mori pjesë në gjyqin e aferës Partizani, ku i pandehur për korrupsion është edhe ish kryeministri Sali Berisha. I thirrur si dëshmitar në cilësinë e kallëzuesit, deputeti Taulant Balla tha se në vlerësimin e tij privatizimi i ish kompleksit sportiv të klubit Partizani është bërë në shkelje të ligjit dhe se personat kanë shfrytzuar lidhjet familjare për të privatizuar pronën brenda 6 muajve. Dyshimi i parë sipas tij nisi kur u zbulua se kompleksi Partizani ishte hequr nga plani për hapjes së ushtrisë, ndryshe nga sa kishte qenë deri në 2007. Të pranishëm në sallën e gjyqit janë 2 nga të pandehurit, Dhëndri Berishës Jamar Maltezi dhe Xhimi Begeja, ndërsa të tjerët përfaqësohen me avokat. Ish kryeministri Berisha mungon pasi ai ndodhet në Zagreb në punimet e një forumi me partitë e qendrës së djathtë. Prej 2 dekadash deputet në nëntor të 2020-s, kur dorëzoi kallëzimin në SPAK, Balla kishte të njëjtin pozicion si sot, kreu i grupit të PS-s, por theksoi se kallëzimin e ka firmosur si qytetar. Maltezi ka pyetur në seancë se si ka dalë plani për hapjes kur është dokument sekret, por në përgjigjen e tij Balla tha se kjo mësua përderisa prona u privatizua në vitin 2008. Mendoj se prona duhet i mbetej ushtrisë, është shkelur interesi publik dhe kur ka shkeljet interesit publik, ka shkeljet ligjit, ka thënë Balla. Sipas tij, Sali Berisha, për shkak të pozicionit si kryeministër, bëri privatizimin me vlerë qesharake në një kohë të shkuar, ku përfituesi ishte dhëndri i tij përmes ndërtimit të 17 kullave aty ku ka qenë klubi sportiv. Kjo është një ditë e madhe për Shqipërinë, që në bankën e të akuzuarve gjendet një ish kryeministër, një ish president për korrupsion. Në vitin 2016, kur miratuam reformën drejtësi, me votën e të gjithëve, edhe me votën e atij që gjenden në bankën e të akuzuarve, që do të vijë një ditë në Shqipëri kur politikanët do të gjenden në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesin punën e lavdrueshme të prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar në Shqipëri. Që nga viti 1912, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia. Këtij kallëzimi tuaj kam thënë me vete, i qëndroi fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që t'u kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%, dhe 5% është korrupsion.